Ky dokumentar është një udhëtim në zemrën e krizës klimatike, një histori e vërtetë që prek çdo njeri, çdo vend, çdo brez, sepse toka është shtëpia jonë dhe tani ajo ka nevojë për ne më shumë se kur. Por ndërsa teknologjia avancon, sfidat që prekin miliarda njerëz duken më të mëdha se kur. A është bota gati t'ju përgjigjet këtyre sfidave? Në fillim ishte balanca, toka, deti dhe ajri që lëviznin në harmoni. Por me kalimin e kohës kjo harmoni nisi të prishet. Zhurma e motorëve, tymi që ngjitet drejt qiellit dhe pyet që zhduken çdo ditë janë në gjurmë që njerëzimi po lë pas. Planeti ynë po ngrohet. Akullnajat po shkrihen, detet po ngrihen dhe moti është të bërë i paparashikueshëm. Arsimi është një nga sfidat më të mëdha me të cilat përballet bota sot. Miliona fëmijë nuk kanë qasje në shkollim për shkak të varfërisë, luftrave apo vendbanimeve të largëta. Shumë vajza ndalohen të shkollohen për arsye kulturore apo gjinore. Pandemia e Covid-19 thelloi krizën duke mbyllur shkollat dhe duke lënë pas nxënës pa mjete për mësim online. Mungesa e mësuesve të kualifikuar dhe kushteve të përshtatshme mësimore ndikon drejt për drejt në cilësinë e arsimit. 600 milion fëmijë në botë sot janë e prekur nga kriza dhe nuk kanë akses të qëndrueshëm në arsim. Edukimi i dobët sot krijon mungesë mundësish për nesër. Në çdo cep të globit, konfliktet mbeten një plagë e hapur për njerëzimin. Luftrat, dhuna, përplasje etnike apo fetare, si dhe konfliktet politike kanë shkaktuar vuajtje të mëdha dhe zhvendosje masive të popullsisë. Sot, ndonë se jetojmë në një epokë teknologjie dhe globalizimi, paqja nuk është ende e garantuar. Epidemitë janë shpërthime të papritura të sëmundjeve infektive që përhapen me shpejtësi brenda një komuniteti apo territori të caktuar. Ato kanë qenë një rrezik i vazhdueshëm për shëndetin e njerëzimit që nga kohët e lashta. Një nga epidemitë më të rënda në histori ishte murtaja e zezës në shekullin e 14, e cila vrau miliona njerëz në Europë. Në shekullin e 20, gripi spanjoll shkaktoi më shumë vdekje se lufta e parë botërore. Kohët e fundit, pandemia e Covid-19 tregoi edhe një herë sa e ndjeshme është bota përballë këtyre përcëndimeve. Shkaktarët kryesorë të epidemive janë viruset dhe bakteret të cilat mund të përhapen përmes ajrit, ujit apo kontaktit të drejtpërdrejtë. Përballimi i një epidemie kërkon bashkëpunim global, vaksina, higjenë dhe informim të saktë. Edukimi i publikut dhe investimi në kërkim shkencor janë armët më të forta për të parandaluar katastrofa të tilla. Në një botë gjithnjë më të ndërlidhur, ku informacioni, njerëzit dhe mallra qarkullojnë në lirshëm, një kërcënim i madh vazhdon të rritet në heshtje. Lëndët narkotike. Prej dekadash ato lënë pasoja të rënda në miliona jetër dhe janë kthyer në një sfidë globale për shëndetin publik, sigurinë dhe zhvillimin ekonomik. Përdorimi i drogës nuk është vetëm problemi i vendeve në zhvillim apo i qyteteve të mëdha. Sot trafikimi dhe konsumimi i lëndëve narkotike janë të përhapura në të gjithë kontinentet, pa dallim gjuhe, feje apo niveli ekonomik. Sipas Kombeve të Bashkuara, mbi 296 milionë njerëz në botë përdorin lëndë narkotike, një shifër që është në rritje. Ajo që ndodh në një cep të botës mund të ndikojë jetën tonë në mënyra që nuk i imagjinojmë. Por, përballë krizave ka gjithmonë mundësi për veprim, ka gjithmonë vend për ndryshim. Të bashkuar me vetëdije dhe përgjegjësi mund të ndërtojmë ura bashkëpunimi dhe të gjejmë zgjidhje të përbashkëta, sepse vetëm së bashku, si qytetarë në një botë të përbashkët, mund të përballemi me sfidat dhe të formojmë një të ardhmë më të drejtë dhe më të qëndrueshme për brezat që vinë.